Mirë mbrëma. Ky është emisioni I radhës Fjalë Kryq. Në këtë emision do të flasim për situatën më të fundit në Maqedoni, që eskaloi ditëve të fundit për shkak të disa incidenteve të cilat kanë pak a shumë një ngjyrë ndërtetnike. Për të diskutuar rreth kësaj çështjeje, për të bërë debat këtu në studiot Klan Kosovës, kam ftuar disa njohës të mirë të rrethonave politike në Maqedoni. Nga ana imediat është zotri Nuri Bexheti, historian. Mirë mbrëma, dhe mirë se erdhët zotri Bexheti. Pastaj Xhani Mehmeti, domethënë një publicist, një analist I mirënjohur këtu në Kosovë për rrethonat në Maqedoni. Nga ana ime majt është zoti Fejzi Hajdari, publicist dhe botues I të përditshmës lajm nga Maqedonia, dhe po ashtu një koleg im I vjetër, gazetari dhe analisti Xhelal Neziri. Mirë mbrëma edhe një herë dhe mirë se erdhët të gjithë. Shpresoj që nuk ju kemi nxjerrë të lashe, por besoj që situata politike në Maqedoni e don një tubim të kësaj natyre për të folur dhe për të parë se pse erdhi deri te ajo çfarë ngjau dhe ç'a mund ndodh tash e tutje. Do kisha filluar me juve zotri Bexheti, duket se gjithçka filloi me një incident në Gostivar ku vdiqën dy shqiptarë që u vranë nga një polic maqedonas. A janë incidente tjera që ndodhen më pas pasojë e kësaj ngjarje? Unë mendoj që një prelut le ta jap Fezziu me Xhelalin se këto janë në informacion të përditshëm atje dhe ne jemi në informacion, por sidomos Fezziu merret gjithë ditën me këto ngjarje dhe ishte qenë mirë që ai ta jap një. Okej, atëherë, mirë, hajde zoti Hajdari. Unë mendoj se incidentet e fundit, përfshirë domethënë vrasjen e dy shqiptarëve nga ana një polici maqedonas në Gostivar, si dhe rrahjet, incidentet që ndodhen në fshatrat afërsi të Shkupit, janë produkt, janë vazhdimsi e politikës të them antishqiptare, një skenari të përgatitur nga pushteti Maqedonas, respektivisht në rastin konkret qeveria Gruevski. Në çfarë mënyre skenari përgatitur sipas jush? Ja, fjala bie në këtë kontekst të kësaj fushatës që thash antishqiptare, gjithsesi që ka qëllim sipas mendimit tim përplasjen apo pllakosjen e dinjitetit e shqiptarit, cili doli si rezultat karshi maqedonasve I luftës 2001-shit, mund të përmendi fjala bie enciklopedin, filloi me enciklopedin, një ndër ato. Vazhdoi pastaj me projektin Shkupi 2014 që sipas mendimit tim është një projekt që deshqiptarizon Shkupin dhe si rezultat I grumbullimit apo akumulimit gjithë kësaj energjie ndodhen në vazhdimsi në rrjedhë ndodhen edhe incidenti që përmenda pak më parë me vrasjen e dy shqiptarëve në Gostivar dhe tani së fundit rrahja e 15 nxënësve shqiptar në mënyrë sipas mendimit tim gjithë një flas, në mënyrë shumë të organizuar në rrethinën e Shkupit. Ku është sipas jush interesi I pushtetit aktual pjesës maqedonase që ta krijojë një situatë të tillë konfliktuoze, një vend I cili po ashtu, domethënë ka të lashe edhe pa këto? Pushteti, unë me një kolumnë timen të botuar ditë më parë, ndër të tjera përveç në përkëmbjes, qëllimit në përkëmbjes dinjitetit shqiptar, që u fitua me luftën e 2001-shit, përmenda se kishte mu duk paksa simptomatike e shkuarja e Gruevskit nga njëra anë, them, në Atin, atje ku propozoi, siç gjithnjë bazohem te mediat greke, cilat thanë se ka dhënë një variant propozimit për zgjidhjen e çështjes emrit atje Republika e Maqedonisë Veriore. Domethënë nga njëra anë iku atje kryeministri, ndërkohë këtu në Maqedoni filluan kjo rrëmuja e këtyre incidenteve apo skenareve
të fshehta të cilët gjithsesi se dirigjohen nga dikush sepse nuk mund të ndodhin fjala bie të rrahen 15 nxënës të moshës relativisht madhore në mënyrë të organizuar, edhe ata për një kohë krejt shkurt. Domethënë thjesht kryeministri bëri më në fund një lëvizje nga i qëndrimi ngurt i tij me vetë faktin që propozoi, deri tani kishte një qëndrim të ngurtë se nuk duhet ndryshohet emri, tani lëvizi me shpalosjen e propozimit Republika e Maqedonisë Veriore, dhe nga ana tjetër duhet them se ky skenari për cilin po flas, e hodhi krejtësisht në nhije. Kaloi propozimi i Gruevsit kaloi në heshtje. Askush mediat e Shkupit nuk u morën me atë propozim. Ky pak a shumë mendoj se ka qenë qëllimi përveç në përkëmbjes dinjitetit shqiptarëve. Zoti Begjeti, po, a pajtoheni ju me këtë që tha parafolsi që është qeveria ajo që inicoi gjithçka dhe që ka një qëllim për apo gjithë kësaj? Nuk e di në radhë parë me kaq precizitet. Nuk besoj që qeveria ka iniciuar. Do të shprehim këtë qartë për incidentin që ka ndodhur në Gostivar, ka qenë me siguri një zank, por kanë humbur jetën 2 njerëz, është humbje të jetëve të njerëzve natyrisht, kanë ngarkuar marrëdhënie etnike. Kanë pasur incidente të tjera, kanë ndodhur edhe më herë incidente të tilla, të jemi korrekt, të jemi përgjegjës për fjalën që themi. Janë përfshirë edhe shqiptarët në incidente, dhuna ka vazhduar mandej në të dy krahët, këtë do ta konstatojmë, por do përpiqem edhe një fjali më me precizitet të them që iniciativa e incidenteve nuk ka rrjedhur nga shqiptarët. Po ripërsëris që iniciatorët të incidenteve nuk kanë qenë shqiptarët. Zinxhiri që ka rrjedhur incidenteve janë përfshirë dhe shqiptarët, jemi korrekt, s'mund ta mohojmë këtë. Mediumet e shkruara dhe mediale e kanë fri më shumë se sa kanë qenë incidentet. E djathta Maqedona apo mediumet proto djathës si televizori Sitel dhe gazeta Veçer e kanë frinë tej mase këta incidente, por edhe mediumet shqiptare qofshin në Maqedoni, por edhe në hapësirën mbar shqiptare kanë raportuar dhe kanë eksagjeruar pak. A është interesi dikujt për skenar të tillë? Ka mundësi të jetë, por shqiptarët kanë qenë shumë të përmbajtur dhe kanë bërë mirë që kanë qenë shumë të përmbajtur. Është kriju për Shqipëria sikur shqiptarët, por lëshojnë shumë pe dhe po dorojnë më shumë se sa. Unë po them që kanë bërë mirë që nuk kanë bërë pjesë e provokimeve të rënda. Apo lëshojnë për shqiptarët? Pas edhe lëshojnë, por është interes nacional i rajonit që i shqiptarëve në radhë parë, po edhe të tjerëve që Maqedonia duhet të ekzistojë, të ruhet, pavarësisht të çmimit që hap paguajnë shqiptarët në atë pjesë ku jetojnë. Ka një përshtypje që po lëshohet pe shumë vazhdimisht. Kështu janë konstatime. Nga ana shqiptare në Maqedoni. Kështu është e vërtetë, shqiptarët e Maqedonisë kanë kontribuar shumë për mendimin tim për arritjen e objektivave të hapësirës mbar shqiptare. Fakt që nuk më shumë se sa të tjerët mendojnë për mendimin tim, nuk kanë gabuar, për këtë janë meritor dhe historia dhe vlerësoj veprimit dhe sjelljen e tyre. Janë me një prezencë si në numër, po edhe në shtrirje gjeografike në Republikën e Maqedonisë, pa të cilat, në çfarëdo rrethane, sot apo nesër, si dhe të kaluarën, ai shtet nuk mund të ekzistojë pa pjesëmarrjen aktive të shqiptarëve në atë shtet. Xhelal, Zoti Begjeti tha që mediumet e frynë pak a shumë situatën. Ti si gazetar, si analist, si njës, me thonë, qa mendon? Sa është e vërtet kjo që janë mediumet ato që e bën situatën të përshkallëzoj më tepër sa në fakt ishte? Unë mendoj se edhe Zoti Begjeti e theksoi se atë mediumet që e frynë pra eskalimin e situatës janë media pro-qeveritare, pra pro partisë kryeministrit Nikola Gruevski. Dhe pikërisht ky fakt është më shqetësues. Pasi nëse kemi të bëjmë me
skenar të opozitës që nëpërmjet tensioneve të rikthehet në pushtet dhe duke shfrytzuar këto për këtë përkeqësim të marrëdhënieve ndëretnike të rezultojë me zgjedhjet parakoshme dhe të ndodhë një lloj pranvere arabe në Maqedoni, ka një lloj rezoni, mirë po çështja është se vetë qeveria si qeveri i fryn në të konfliktit, i fryn zjarrit. Dua të bëj një dallim lidhur me incidentin që ndodhi në Gostivar ku humbën tragjikisht jetën 2 të ri, pra polici maqedonas vrau 2 shqiptar dhe pjesës tjetër të incidenteve. Unë nuk mendoj se a incident ishte i para përgatitur apo pjesë ndonjë skenari. Pasi ishte për një zënk banale. Mirë po, rënjët e këtij incidenti janë më të hershme, pra janë në politikat që zhvillohen nga viti 2006 e kanë. Pra politika të cilat kanë për qëllim dërmimin e shqiptarëve si kolektivitet dhe si fuqi politike dhe diskriminimin e vazhdueshëm të tyre në gjitha aspektet. Unë nuk e di sa opinioni kosovar është i njoftuar me politikën që është zhvilluar atje, dua të bëj një retrospektiv të shkurtër nga 2006. Pra në vitin 2006 fitoi e djatha Maqedonas e VMRO DPMN në krye me kryeministrin Nikola Gruevski. Dhe që në atë kohë kjo parti politike shfrytëzoi mos gatishmërinë e partive shqiptare që të merren vesh se cila do t'i përfaqësoj shqiptarët në qeveri, do t'i përfaqësoj Partia e Djathtë Shqiptare, që ishte Partia Demokratike Shqiptare e Mendothaçit, apo partia fituese në ato zgjedhje, që është Bashkimi Demokratik për Integrimi Ali Ahmetit. Pra nuk u morën vesh se cila. Dhe kishte një konfuzitet të madh i cili u shfrytëzua me mjeshtri shumë të madhe nga kryeministri Gruevski. Ai në të njëjtën kohë negocionte me të dyja partitë. Po dëshoja u bë pjesë e qeverisë. Filluan tensionimet brenda në Maqedoni pasi gjithë shqiptarët, pjesa më e madhe vlerësuan se nuk ka respektuar atë vullnetin e shqiptarëve që të jetë pjesë e qeverisë partia të cilën ata e kanë zgjedhur, pra jo që e zgjedh kryeministri. Në vitin 2008 kishim zgjedhjet parakoshme. Në këto zgjedhjet parakoshme sërish fitoi BDI-ja dhe u bë pjesë e qeverisë. Mirë po që nga ai moment në Maqedoni kemi një moratorium total për çështjet e hapura etnike që kanë të bëjnë për shqiptarët. Pra të gjitha çështjet. Pse? Për shkak të prishjes së pazarit të pjesëmarrjes në qeveri. Pra, partitë shqiptare në qeveri, që nga 2006 e këndej, sidomos në vitin 2008, pra që është Bashkimi Demokratik për Integrim, janë në pozicion shumë inferior, bile më inferior se sa PPD-ja që ishte në vitin 94. Po e ka lej fjalën te zoti Mehmeti. A është në vërtet politika shqiptare, sidomos ajo e pozitës inferiore, karshi asaj Maqedonas, sikur që po e thot Xhelali. Kjo ka pak rëndësi. Problemi i parë është çka është Maqedonia. Shteti më multietnik i Ballkanit paraqitet si shteti një nacionalitet. Edhe kjo ndodh qysh prej pavarësisë së Maqedonisë e deri në ditët e sotme. Në këtë rrugë 20 e sa vjeçare mund të flitet kështu ose ashtu për subjektet politike shqiptare në Maqedoni. Sigurisht marrëveshja e Ohrit pak as marrëveshja e Ohrit ishte marrëveshja e patës, po nuk i ndryshoi themelet e shtetit maqedonis. Bëri korrigjime, po nuk i ndryshoi themelet. Ai shtet ashtu si është, mbi ato themele nuk mund të qëndrojë. Edhe kjo do të jetë e qartë, shqiptarët duhet ta thonë qartë. E dyta, Maqedonia Ali Ahmeti qartë këtë punë. Nuk është veç Ali Ahmeti. Ky është problem i kretë skenës politike shqiptare në Maqedoni. E dyta, Maqedonia, shqiptarët në Maqedoni, shqiptarët në Maqedoni, partitë e tyre politike, paguajnë shumë gjatë fakturën e Kosovës, e tha Nuriu këtu, paguajnë shumë gjatë fakturën e Shqipënisë, mirë është që kanë paguajt deri tani, po më duket që ka ardhur fundi, që këto faktura Kosova është në gjendje t'i bardhë vetë, edhe këto faktura Shqipënia është në gjendje më shumë se Kosova t'i bardhë vetë. Prandaj nuk kanë pse shqiptarët në Maqedoni të bëhen viktim e do 15 interesave më strategjike. Deri tani kur Keni pak më i qartë, çka? Deri tani kur Kosova nuk ka qenë shtet,
shumë normale që nuk mundemi me prish ne këtë Ballkanin për hir të do interesave më të vogla. Po tani, kur Kosova kanë mbuluar impotencën e tyre. Kur Kosova është 4 vjet shtet, megjithatë nuk ka nevojë shqiptarët Maqedoni të viktimizohen për do interesat të Kosovës, për shkak se mendoj që ka fuqi Kosova t'i bardh vetë këto përgjegjësi dhe këto probleme. Çfarë duhet ndodhë tash në Maqedoni kur Kosova është shtet 4 vjet? Po. Shqiptarët Maqedoni duhet dinë çka kërkojnë. Edhe unë këtë duhet me thonë qartë. Çka kërkojnë 5% të serbëve, 2-3% të serbëve në Kosovë? Gjuhë zyrtare. Jo e gjuhë zyrtare. Identitet shtetnor. Shqiptarët Maqedoni nuk kanë identitet shtetnor. Në qoftë se ai shtet dëshiron të ekzistojë, unë e di që mund të kalojnë edhe 2 vjet, mund 5 vjet, mund vriten edhe 2 shqiptar, mund vriten edhe 20 tjerë, po problemi nuk është zgjedhur. Do thotë ata bojnë ka një ekses që 20 vjet është bit pazari Aladorishta, është afera armëve, janë gostivari i parë, gostivari tani i dytë, 15 xhan. Çdo herë kur vjen puna për të tërhequr vëmendjen e opinionit publik, bëjnë ka një ekses të natyrës jashtëzakonisht vullgare dhe tragjike të rëndë për ne, edhe fatkeqësisht ne paguajmë që 20 vjet të Po, faturë. nëse nuk gaboj, domethënë është Ali Ahmeti dhe jo vetëm ai që gjithkohën thonë që është marrëveshja e orit ajo që duhet të rregullojë këtë gjëra për cilat kjo po flisin tani. Nuk është problemi i Ali Ahmetit. Po Ali Ahmeti është politikanisht. Po të lexon tekstet e Arben Xhaferit, njeriu padyshim analist shqiptar në Maqedoni, absolutisht më i miri që kemi ne, ndoshta edhe në përmasa nacionale. Po të lexon teksti libri i fluturave të Ivetën Soroj. Po të lexon literatura maqedone. Qartë del kjo që faktori shqiptar me vetdije ose pa vetdije në Maqedoni nuk ka shfrytzuar as 20% të forcës tyre në çdo situatë. E vetmja situatë që ndroi raporte ishte viti 2001, po megjithatë në ecje e sipër unë mendoj që është marginalizuar, ashtu si u marginalizuar PPD-ja, si u marginalizuar PDSH-ja, është marginalizuar edhe BDI-ja. Tashti ne nuk jemi këtu për të tregu faktorët. Ne këtu jemi për mund të japim një mendim, se ne nuk marrim vendime, po të japim një cilët është zgjedhje. Zgjedhja është që vetë faktori shqiptar Maqedonit mobilizohet të di çka kërkon, edhe Kosova, faktori Kosovë dhe faktori Shqipëri, mos të sjellet më si deri më tani me shqiptarët Maqedonit. Kjo sjellje është absolutisht e patolerueshme. Unë e di që është bo mirë, si tha Nuriu, përsëris, që deri tani ka pas sjellje të tilla, pse s'duam, s'kemi dash të prekim në interesa vitale të shtetit Kosovës, edhe të shtetëdërtimit të saj. Po tani këto faktura nuk kanë nevojë të paguhen. Nuk ka nevojë më një grush maqedonësh, e cila krejt pavarësisht a është e djajta, a është e majta. Vazhdimisht në krye të shtetit kanë qenë njerëzit, edhe Gruevski 10 vjet ka qenë, as disa vjet ka qenë këshilltar në kryeministit Sërbis Xheliçit, edhe këto Beogradi ka bërë push në të djajtë Maqedoni, që është konsideru parti pro-bullgare, do thotë 3-4% sa janë të serbëve në Maqedoni, sundohen qeverisin me krejt institucionet e shtetit. Ky janë problemi. Maqedonia nuk mundet më të jetë pro serbe dhe pro ruse, shqiptarët e nuk do të eru, shqiptarët duan ky shtet të jetë edhe i tyre të kenë subjektivitet, edhe dyta të jetë i orientuar ka tendencat euroatlantike. Ky janë problemi i Maqedonisë. Edhe këtë problem shqiptarët duhet të artikulojnë qartë, shkurt e në rregull. Qysh mendon ju zotëri Pregjeti që ish dashur mu artikulu këtë qendrim për cilin po flet zoti Mehmeti, edhe qysh më u bë shqiptarët mos me qenë ka impotent në Maqedoni? Që tani unë po luaj rolin e një pacifisti të madh. Dakikat, ditët, koha historike për një individ është e padorueshme, por për proceset është e dorueshme. Faktori shqiptar është elementi dhe aseti më i rëndësishëm pro-perëndimor në Maqedoni. Kjo është e verifikueshme. Edhe është mirë që shqiptarët majnë këtë kurs. Milionit them disa mendime që edhe kolegët i më thanë këtu. Maqedonia ka bërë një kurs të gabueshëm për mendimin tim, politika e djathtë e qeverisë aktuale nga 2006. Siç e dini ju, në 2006, në dhjetor të 2006, qeveria e Maqedonisë merr një vendim që të çojë në një përplasje të madhe diplomatike me fqinjën jugor të saj me Greqinë. Në 2006 Maqedonia mori vendim për ta emëruar aeroportin internacional me emrin e Filipit II.
filloi një bllokat jashtëzakonshme e Greqisë, e cila e stopoi Maqedoninë në hapat e saj drejt NATO-s në radhë parë. Për Maqedoninë aderimi në NATO është interes më i madh jetik se sa kalorimi i saj drejt Bashkimit Evropian. Maqedonia doli e shkëputur nga karta e Atlantikut, Kroaci, Republikës Shqipërisë dhe Maqedonisë së Treshe. Në Bukuresht, Shqipëria bashkë me Kroacinë u futën në ombrelën më të rëndësishme të sigurisë, themi. Maqedonia ngeli jashtë saj dhe duhet të ndajë shumë buxhet për punë të ushtrisë. Kjo e dëmtoi. Për ta bërë kompenzimin e tillë, qeveria u orientua shumë në politika të brendshme. Shtoi dozën e nacionalizmit me gjithë ata projekte të përmendoreve të tjera. U fut në një vorbull edhe më të rrezikshme se kaq në dilema që kishte elita maqedone të thoja, po intelektuale po edhe politike, dyshimi që kishte dhe hamendjet e saj nëse duhet të orientohet në botën antike e Maqedone dhe apo në botën në kontinentin slavo-maqedon. Orientimi i saj drejt botës antike e thelloi konfliktin me Greqisë. Greqia u hakmorë në të gjitha forumet. Po shqiptarë duke qenë pjesë e këtij pushteti. Po pikërisht kjo ndikoi në rritjen e nacionalizmit. Apo i ndihmojnë faktikisht Gruevskit edhe partisë tij shqiptare që ta shtoja dozën e nacionalizmit për cilën një po flisni. Duke qëndruar në pushtet me atë. Është e vërtet që them, do ta konstatojmë, ta themi hapur, që asnjë parti shqiptare nga koha e PPD-s që u tha këtu, e deri më sot asnjëherë nuk e ka prish një koalicion me Maqedoninë. Pavarësisht ka pas zgjedhje të rregullta, të parakoshme dhe diçka, asnjë parti shqiptar nuk ka dalë nga koalicioni. Perceptimi i sotshëm është edhe imi kështu, që shqiptarët sikur ka ulur shumë pazarin e tyre, por është interes nacional i elitave politike në Shqipëri dhe në Kosovë që elementi edhe në Shkup dhe që elementi shqiptar në Maqedoni të vazhdojë me çdo çmim të mbajë kursin pro-perëndimor. Është interes kjo dhe kodë tregoi që kjo është interes i madh. Pavarësisht vendumrimi i përkohshëm që ekziston atje. Unë jam mos i sigurt për mendimin tim që shqiptar do arrijnë në një moment të gjejnë një konsenzus. Skena politike në Maqedoni për herë të parë është kthjelluar tej mase. Për herë të parë kemi vetëm 4 parti politike në parlament, por është shtuar një parti politike shqiptare që vetëm 2 deputet ka. Kemi VMRO, e djathtë, LSDB socialiste, Bashkimi Demokratik të Aliametit dhe Partitë Demokratike Shqiptare të Mendothaçit. Mundësia e një konsenzusi shqiptar është teoretikisht e mundur, unë shpresoj që do ndodhë kjo. Një koalicion shqiptar detiron secilën parti politike maqedone që pa shqiptarët s'mund bëjë asnjë hap të tjetër. Sa ka gjasa të ndodhë kjo zoti Feza që po thot zoti Begjeti? Jam i mendimit se kostoja e pacifizmit, them kushtimisht shqiptarëve, vazhdon të ngritet në kontekst negativ për shqiptarët. Paramendoni, unë telegrafikisht pak më parë i përmenda incidentet, sidomos nëse i referohemi pak më thellë e shikojmë këtë incidentin e fundit ku rrahën 15 nxënës shqiptar. Unë nuk do të thoja se është bërë aksidentalisht, për skenarin që fola pak më parë, aty është vërtet një skenar, se po t'i qasemi pak më ndryshe incidentin në fjalë, duhet me ndot se cila dorë nga distanca ka dirigju atë incident. A më ndërhi pak, a duhet në tani, falë se për ndërhi, kërkë falit. Më ndaj munsh me ndërhi dhe ti mund. Po. Nëse ka një skenar, duhet në tani të dalim dhe ne 15 vjetë të rehim? Jo, përfundimisht jo, sepse shqiptarët nuk janë tillë, unë përmenda pacifizmin. Po flas për skenar, cilat dirigjohen nga distanca, sepse nuk mund të rrihen 15 nxënës shqiptar të moshës relativisht të madhore, të moshës 17-18 vjeç, për 15 minuta, aq sa ka zgjat rrugtimi autobusit nga një stacion tek tjetri, duhet dal diku tjetër, prandaj unë dal atë te incidenti. Por sikur këtu, sepse kjo ndodh në pjesën kushtimisht them maqedonase. Maqedonase atje ku ka në pjesën maqedonase të Shkupit, atje ku ka shumë pak shqiptar.
Edhe tendenca është që ajo pjesa për cilën po them kushtimisht maqedonase, të pastrohet nga shqiptarët. Është tendencë shumë e vjetër. Po të shikoni pak edhe atë autostradën nga Levizun çdo ditë, sepse jam nga Kumanov-Shkup, e shikon ti se krijohet një lloj tamponi. Aty shteti qëllimisht ngren kompanitë ndryshme. Aty nuk kanë drejta fshatra shqiptar të marrin kështu hovin dhe të shtrihen përtej autostradës. Sikur ka një vindarse në këtë kontekst ta përmbyll idenë. Thash se ka një incident. Ka një skenar, ka një skenar të pastrimit etnik disa vendeve të Shkupit, cilat ato i konsiderojnë si maqedonase. Pati një deklarat për një deputetit lartë, domethënë zyrtarit lartë shqiptar në Maqedoni, që tha që zoti Xhevat Ademi, i cili tha që krimi nuk ka etni. Kontekstin, megjithëse e kam Nxiti një debat. Po, Goxha nxehtë këtë deklarat. Po, konteksti, ai me siguri ka aluduar edhe tek shqiptarët. Mirë, po unë në rast se ka thënë për rastin konkret, për rrahjen e 15 nxënësve shqiptar, atëherë mund të them lirisht se ka shumë gabim. E kupton, sepse aty u rrahën nxënësit shqiptar. Fezi, jo, është vetë nëse më lejon. Kontekstin unë është një deklaratë e cila tenton ta relativizoj ose të barazoj çështjen e incidenteve që po ndodhin në Maqedoni. Në Maqedoni nuk ndodhin incidente sporadike që një ditë për shembull rrihen 15 shqiptar, ditën tjetër 15 maqedonës. Në Maqedoni kohëve të fundit, edhe para vrasjes të dy shqiptarëve ngosivar, kemi një propagandë gati gebelsiane kundër shqiptarëve, pra kundër shqiptarëve si etnitet. Ka nisë në mënyrë institucionale, pra nuk e bëjnë qytetarët Maqedonas, pra thjesht, ajo bëhet në mënyrë institucionale. Filloi, pra që më herët, që në 2006 që të intensifikohet me rastin e kampionatit botror në handball në Serbi, ku haptas shiheshin funksionarët të qeverisë që ishin si tifos, që ndiqnin ato ngjarje, haptas qeveria subvencionon të shkuarjen e tifozëve Maqedonas atje, dhe nuk është e mundur që në mënyrë të paorganizuar ato spontane të dalin dhe me parulla të atyre që mund të themi se ishin fashiste kundër shqiptarëve. Pra, një tifoz ishin. Është një kulm, pra një plasje ati nacionalizmit institucional, pra një sipërfaqësime. Që edhe djegja e flamurit Maqedonas në Prishtinë dhe në Borrell dje o bë me shtytje dikujt prej zyrtarëve. Dua të them, nuk janë incidentet, shqiptarët kanë shkaktuar incidentet të cilat janë për të dënuar, pasi qytetari thjesht Maqedonas mund të mos pajtohet me këtë politikë që po ndodh në Maqedoni, pra nuk mund ne të generalizojmë ose të paragjykojmë të gjithë qytetarët Maqedonas se janë ata që dëshirojnë zhdukjen e shqiptarëve, apo janë anti-shqiptar. Cilin fakt është opinioni i qytetarëve thjesht Maqedonas rreth gjithë kësaj që apo ndodh? Unë mendoj se janë të ndarë. Bas kontakteve që kam me kolegë atje, ato janë të ndarë. Ato janë të shqetësuar me atë që po ndodh në Maqedoni. Ato i kanë të freskëta kujtimet nga konflikti i 2001-shit. Pra, nuk dëshirojnë të përsëritet. Nuk dëshirojnë më shumë se shqiptarët. Shqiptarët janë, se them, janë njerëz që janë të durueshëm, janë mirë, po kur vjen një kohë mund të ndodhë ajo që ndodhi në vitin 2001, pasi janë kategoria e njerëzve që kushtimisht thënë nuk kanë çka humbin, pasi nuk kanë asnjë institucion kyç në dorë. Incidentet të ndërlidhen me deklaratën e Xhevat Ademit nuk duhet relativizohen. Pra, duhet të krijohet, të kërkohet fajtori jo për rrahjet aksidentale në për rrugë, sepse burimi qëndron brenda vetë qeverisë, pra duhet të rregullohet ose duhet të zgjidhet ndonjë çështje brenda qeverisë që të ndryshojë politika apo nacionalizmi institucional. Pra në vend që të reflektohet një multietnicitet, siç është Maqedonia si shtet,
Në vend që të reflektohet një tolerancë, nga qeveria reflektohet, pra nga partneri Maqedonës reflektohet një nacionalizëm institucional. Shiko Xhelal, pse e identifikoni e përkufizoni si incident, pse e përkufizoni vitin 2006? Kjo prej shpalljes së pavarësisë e deri më sot, gjithë këto që janë quajtur incidente për t'i zbut gjërat, për t'i relativizu, është dhunë e mirë fill qeveritare kundër pjesëtarëve të një etniteti që quhet etnitet shqiptar. Edhe jo në 2006. Të gjithë qeverit, varësisht për rrethanave, kanë vepruar në të njëjtën formë. Edhe ekzistojnë dëshmitë për këtë. Cili është problemi tani? Se qeveria Gruevski shumë vonë po mbështetet në dy gjëra, po zbaton politikën e Miloševićit dikurshme në Maqedoni. Ajo është politikë Miloševićit e para. Edhe dyta, qeveria Gruevskit lun me identitetin e Maqedonit. Prej Slavo-Macedonas, që prej se janë kriju, po thonë që kanë qenë, tashti duan të dalin popull antik, do të thotë që janë këtu, edhe ky është problemi që ndeshet me realitetin shqiptar. Në këtë situatë, çka mund të bëjnë faktori shqiptar? Unë edhe një herë e përmend që faktori Prishtinë e faktori Tiranë duhet më seriozisht të shikojë këto probleme për shkak se Maqedonia nuk është një shqiptarët Maqedonia nuk janë një grusht njerëz, nuk janë një përqindje e paransishme, është gjysma e Maqedonisë. Prandaj në qofse me çaq të them kështu pa kujdesi i shikon këto procese. Ju po vreni pa kujdesit Prishtinës edhe Tiranës në raport me ato që ndodhin në Maqedoni? Sidomos në këtë situatë. Absolutisht. Në çfarë sensi? Në sensin se unë mendoj që janë edhe jo shumë të informu, po edhe jo të gatshëm për të reagu për atë çka po ndodh, ta bëjnë me qartë se ashtu s'mund të veprohet. Nuk mundet ma të ripërsëritet politika Miloševićit në Kosovë, ajo që ka ndodhur në vitet 80-a, 90-a, të cilët u nis në Shkup, që Maqedonia ishte një laboratorium i eksperimenteve me shqiptarët, që të njëjtat eksperimente ma vonë u kthyn në Kosovë dhe u zbatuan, tani prej Kosovë, me që u shiru Kosovë, bartën Maqedoni të njëjtat eksperimente ndaj etnisë shqiptare. Një rast konkret për këtë reagimin e vonshëm qeverisë shqiptare, edhe kësaj kosovarë. Për incidentin fjalë, tek pas 3 ditësh, Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë reagon. Për incidentin i cili ndodhi në Burrel, ku u doq flamuri Maqedonës, Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë reagoi menjëherë. Gjatë ditës, domethënë s'kishte ishte çështje ore, 3-4 orë, kështu kishte distancë ndërmjet. Jo, në fakt edhe te puna e djegjes flamurit të Maqedonisë, në ndeshje Hemboli këtu reagoi menjëherë dhe Federata e Hemboli të Kosovës. Edhe po Federata e Hemboli Maqedonisë, edhe qeveria gjitha ofendimet në shqiptarët. Zoti Bexheti e përmendi, zoti Mehmeti tha që nuk po veprojnë siç duhet Prishtina dhe Tirana. Çka duhet bëjnë Prishtina dhe Tirana që Maqedonia të jetë ashtu sikur Prishtina dhe Tirana kanë punët e veta, kanë hallet e veta, kanë përgjegjësitë e veta. Prishtina është kryeqytet i Republikës Kosovës, ka merit objektivet e veta për të implementuar një pako, që quhet Paka e Ahtisarit, ka shpallë shtetin e vet që nga 2008, duhet të integrojë vendin e vet, që ne themi veriu, dhe ka shumë për të bërë. Shqipëria ka përzgjedhur problemet e brendshme, nuk ka të karakterit si ka Kosova dhe Maqedonia, duhet të zgjidh problemet e brendshme ngërçin politik, që po e pengon vetën, ka mund të merr datën para Serbisë, dhe të ishte faktor më rëndësishëm për shkak të inateve që i ka dhe shqiptarët e Maqedonisë parafërsisht, po vetë numërojnë. Duhet të vënë spikam disa probleme që i kanë shqiptarët e Maqedonisë. Një pjesë të fajit e kanë edhe shqiptarët e Maqedonisë, që e thanë pjesërisht edhe kolegë. Shqiptarët e Maqedonisë nuk kanë arritur të marrin një model, një shembull që ka ndodhur burgshtetasve apo princarve apo perandorëve gjatë historisë. Me gjithë konfliktet që i kanë pas personalitetet të popujve shumë të mëse ne, që kanë vrarë njëri tjetrin, që kanë luftuar njëri tjetrin, që kanë shfarosur ushtrit njëri tjetrit, në një moment historik janë bërë bashkë. Në 20 vitet e fundit përjashtuar një moment të dimjenjishit, kur ka pas një takim
Xhaferi Ahmeti nuk është pa që të kishe pasur një bashkëpunim të rafshit politik. Edhe i meri. Faleminderit shumë. Unë e shoh se kjo ko po vjen. Nuk jam profet, po e shoh se skena politike është profiluar asisoj që e ka thjeshtësuar si puna e matematikës e ekuacionit me 1 apo me 2 panjohura që e ofron këtë zgjidhje. Gjithatë, ka një infuzion që të vinë nga Tirana ose Prishtina për ato që ju po e përmendi. Kontaktet ekzistojnë. Arritja kompaktësisë të faktori politik shqiptar? Liderët politik të Maqedonisë, të Kosovës, flas për faktorin politik shqiptar, kanë komunikim institucional, privat, ato takohen, udhtojnë, takojnë njëri tjetrin, ne i shohim në mediumet të ndërprera. Një problem tjetër duhet ta them të shqiptarët Maqedonisë. Një problem shumë esencial i shqiptarëve Maqedonisë, besoj se dhe kolegët pajtohen, është përfaqësimi në institucione, edhe aty ku ju takon me njerëz jo kompetent dhe jo serioz. Shpeshherë kanë dërguar njerëz me preferencë politike, por shumë pa kompetent, shumë pa. Kjo është çështje. Më fal. Ta përfundoj mendimin. Po, le ta përfundon mandej. Po, ta përfundoj mendimin. Një problem tjetër i madh është kur bën këto koalicione qeveritare. Partitë shqiptare nuk po arrin të nxjerrin koncizione serioze. Diskriminimi më shumë se politik për mua është diskriminimi në rafshit ekonomik. Shumë fish është më i madh diskriminimi në rafshin ekonomik që bëhet shqiptarëve. Dhe për çdo vit kemi parë nga 2006 e deri më sot, jem bërë 6 vite të plota, për çdo vit kemi pas një diskriminim të madh politik. Kaq sa për. Po. Të mbështetje kishte, të mbështetje. Gjithsesi, se kontakt kanë. Atë ajo nuk mund ta nënshkalohet edhe të mohohet. Mirë po, më varet se cili është niveli, cili është shkalla e kontaktit. Edhe në momente të tilla, siç u krijuan tani rrethanat në Maqedoni ku kishte incidente, faktori politik me keqardhë thënë, shqiptar në Tiranë edhe në Prishtinë duhet të ketë një model me keqardhë, po them, të Beogradit zyrtar. Për një serb atje në kordon zyrtar në raport me serbët e Kosovës. Po, në serbët edhe të Kosovës edhe serbët gjithandej ku janë jashtë Serbisë, po. Se si reagojnë, për mënyrën se si reagojnë. Kishin pas këto faktor politik shqiptar. Beogradi po kritikohet nga Evropa e nga Amerika për këtë lloj në kontekst pozitiv, po them, për pjesëtarët e nacionalitetit vet. Në rastin konkret, dua këtë për reagimin e kisha të serbët. Se ata reagojnë shpejt. Këtu ne çalojmë. Shumë më mirë do të kishin në rast se një qëndrim për një hershëm të harmonizuar do të kishin bërë. Shkupi flas për faktorin politik shqiptar, në konsultim me Tiranën edhe Prishtinën, shumë më efektiv do të kishin ai reagim se sa fjala bie një reagim i tipit siç shprehën shqiptar zyrtar të qeverisë Maqedonisë, kërkonin nuk merreshin me dimensionin e efektit i cili kishte shkaktu incidentin në fjalë, po kërkonin nga shqiptarët përmbajnë, gjithsesi se do të përmbahen, po cila është ajo rrugë e cila do t'i nxirrte shpirtrat e mllefosur nga ajo situatë. E kam idenë se edhe faktori ndërkombëtar ndryshe do të kishte reaguar, sikur të kishte një reagim të harmonizuar nga Prishtina, Tirana edhe Shkupi, flas gjithnjë për faktorin politik shqiptar, ndryshe kur reagon vetëm faktori politik shqiptar në qeveri në Maqedoni. Shqipëria 100 vjet shtet. Unë e pata në radhë të parë fjalën për reagimin shtetëror. Edhe këto reagime dihet si bën. Pa faktori politik shqiptara këtu në Maqedoni në Shqipëri tjetër mabe. Shqipëria 100 vjet shtet, Kosova 4 vjet shtet. Këto duhet të reagojnë si shtete. Unë nuk shoh reagimin shtetëror. Këto e kishte dhënë. Me 3 ditë vonesë vjen reagimi i Ministrisë Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Ne keq konspajtohem me këto konstatime, lutem. Prandaj jemi këtu. Trahim mendimin. Shtetet kanë reagime të tjera
kanë diplomacinë e tjere, kanë mekanizma tjera. Për diplomacinë e kisha Të lutem, fjalën. kanë qarqet e 3 ditë vonesë. kanë, të lutem, ta përfundoj mendimin, kanë qarqet e influencës, kanë bashkëpunimin rajonal, kanë bashkëpunimin më shumë se rajonal. Janë interesat e vjetëve të trasha, të lutem. Ka konsenzuse të cilat nuk guxojnë të prishen. Ka marrëveshje të cilat nuk guxojnë të thehen. Po jo ndëm shqiptarëve. Jo, nuk kanë ndëm shqiptarëve. Unë plotësisht pajtohem me shqetësimin tuaj këtu, nuk du të mos paranoj atë shqetësimin tuaj se edhe imi është, se edhe unë Pse duhet të jenë vetëm shqiptarët ata që nuk duhet të jenë marrëveshje? Incidentet kanë shkaktuar një udhëti shumë të madhe, kanë futur probleme gati në çdo familje, është bërë debat familjar, këtë nuk mund ta mohojmë. Të lutem mos i quaj incidente, po dhunë shtetnore. Ajo dhunë, Unë tipike shtetnore. nuk e di si e përkufizohet dhuna shtetërore. Nuk pajtohem si është dhunë shtetërore, mund të ketë segmente, mund të jenë segmente të caktuara. A mund të jenë të shtetit apo jo të shtetit? A mund t'ju parashtroj në kontekst muhabetit vetëm një gjysmë-pyetje. Urdhëro. Si e komentoni faktin se për një herë tani janë ndaluan incidentet, sikur të ketë disconnect? Duhet ndërlidhe me atë që tha zoti Gjaniu, se dhunë shtetërore, dhunë institucionale. Për një herë ndalon. Sa ishte dita e parë, nesërmën edhe pas nesërmën, morën për masa, po thuj se gati pa kontrollueshme, edhe për një herë. Kthehet Gruevski nga Athina dhe disconnect. Tash s'ka dhunë. Shqyqa. Kush thotë që nuk do Ka të ketë? mundësi të lutem, ta përfundoj mendimin, nëse ta përfundoj. Po, në kontekst muhabet. Nuk diskutohet se në Washington është njëra nga konferencat më të rëndësishme të samitit NATO-s. Shumë e rëndësishme. Nuk diskutohet që elementet caktuara ka mundësinë, e shtojmë si hipotezë, nuk e dim saktësisht, që segmentet caktuara të kishin të llovitur këta punë për të treguar atje se ja që këtu s'ka stabilitet, ju duhet patjetër na futin në ombrellën tonë, Greqia po na pengon këndej, bëni presion Greqisë, shtoje krizën greke që e ka shtrin dikuj gati Greqinë, dhe ne kemi probleme, por ndyshe po nuk na futet në ombrellën e NATO-s, mund bëhet hataja këtu. Mund të jetë edhe kështu, nuk e di. Të lutem. Gjelali e kishin Kolumbin. Mund të jetë kështu. Veç një Nuk e di, ndërhyrje. mund të jetë kështu. Unë kam përshtypjen se Maqedonia nuk do të hyjë në NATO-n as në Aleancën Veriatlantike pa Serbinë. Pret Serbinë të hyjnë bashkë. Ja. Absolutisht. Aderimi i Maqedonisë në NATO është interes i Republikës Maqedonisë, ndërsa për shqiptarët është super interes. Megjithatë, nëse ka një interes, pse nuk ka kompromis? Është super interes aderimi i Maqedonisë në NATO. Dhe shqiptarët duhet kontribojnë, janë duke kontribuar, janë duke bërë një punë të jashtëzakonshme, duke paguar një çmim për të cilin janë duke u atakuar mesin e tyre dhe ne po atakojmë faktorin politik shqiptar se pse s'po dalin nga qeveria e tjera, pse nuk bëjmë presion, mirë po konstelacionet politike kanë një kosto të lartë shpeshherë për të cilën ato që njohin rrethonat besoj se pajtohen me. Xhelal, ju keni shkruar pikërisht për këto gjëra, kështu që tha edhe zotëria Hajdari, do thënë. Çka Unë mendoj se janë dy arsyet se pse qeveria apo pushteti apo bën një dhunë institucionale për të provokuar një lloj konflikti të kontrolluar në Maqedoni, pra midis shqiptarëve dhe maqedonësve. E para ka të bëjë me revanshin, i cili vërrehet që nga viti 2006, pra të qeveria Nikola Gruevskit, për atë që i ndodhi në vitin 2001. Pra e njëjta qeveri, pra e VMRO DPMN-s, ishte në pushtet kur ndodhi konflikti i vitit 2001. Ndodhi një push në VMRO DPMN. Po, ndërkohë Ndru karakteri i partisë prej pro-bullgare në pro-serbe. Edhe tashti zbatohet ajo politikë që ka dalë se ndërse kemi pa Bullgarinë, jo jeni te po Bullgaria si puna e Luanit. Po nuk e di më të vërtetë se dështimi i referendumit ti e di se pse ka ndodhur. Mbi 200.000 përpjet ndoshta kanë një përcaktuar regjistrimit. Pa të lutem. Ka dalë se Bullgaria është pjesë e NATO-s, Bullgaria është pjesë e Bashkimit Evropian. Ende se kemi pa reagimin në raport me Maqedoninë. Ata mund të presin momentin e tyre. Kto që si jemi ne që ta përfundoj nëse mundet, ta përfundoj mendimin. Pra është ai revanshi për që i ndodhi në vitin 2001. Pra revanshi është prej ndaj partisë që doli nga UÇK-ja e Maqedonisë, pra ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit. Në 2006 nuk e i refuzoi ta marrë në qeveri dhe dëshironte, nxiste që shkatrimin e saj duke qenë në opozitë. Në 2008 vendosi që ta marrë brenda
duke besuar se do ta nënshtroj, do ta fut në kontroll. Dhe pikërisht këtë e bëri, për fat keq. Çfarë E kuptimi? nënshtroi Po. Bashkimi Demokratik për Integrim në vitin 2008 u fut në qeveri pa asnjë pikë të platformës së saj si pikë e platformës së qeverisë, pra si pikë e përbashkët e platformës së qeverisë. 2008-2011 kishim një moratorium total të çështjeve etnike. Në anën tjetër, ndodhi enciklopedia, buxhetet, siç e përmendi edhe Qaniu, ishin etnocentrike, pra buxhetet që mbanin llogari vetëm për interesat e një bashkësie etnike, ndërkohë që mbusheshin nga gjithë ne. Pra sikur të jenë dy vëllezër që mbushin një ark të përbashkët, ndërsa të gjithë mjetet investohen ose merren veç nga njëri. Ajo është duke na ndodhur edhe tani. Pra edhe pas vitit 2011, pas zgjedhjeve të parakoshme. Pra nuk pati ndryshim të pozicionit. Nëse pyeteshin në vitin 2008 zyrtarët e BDI-s, pse toleroni gjithë këtë nënçmim, gjithë këtë nënshtrim? Thoni, nuk mundemi pasi, po që se e dalim ne nga qeveria, braktisim qeverin, ka dy parti që presin pas dere që na zëvendësojnë me njerë. Tani nuk e kemi atë situatë, unë s'paku ashtu mendoj. Dhe në këtë kontekst dëshiroj të bëj veç një paralele midis serbëve në Kosovë dhe shqiptarët Maqedoni. Pra është, unë fajn mendoj se është e shqiptarët e Maqedonisë, nuk është aq edhe te Kosova dhe Shqipëria. Serbët në Kosovë nuk rezistojnë me konflikt armatosur, po rezistojnë me refuzim të institucioneve kosovare. Në Maqedoni, edhe pse mendoj se kanë më shumë të drejta se sa shqiptarët e Maqedonisë, nuk jam aq i informuar. Dhe refuzimi i shqiptarëve të Maqedonisë ndaj politikave qeveritare është zgjidhja sipas teje. Jo, është garë, në Maqedoni ndodhen garë se kush do të arrijë i pari në qeveri. Pra pa asnjë kusht. Nuk ka kushte atje. Atje është një garë e çuditshme se kush do të arrijë. Ndodhet të ardhmen. Ajo mund të ndodhë, mirë po tash nuk ka shenja tash. Xhelal. Maqedonia nuk mund të ekzistojë pa faktorin shqiptar. Kret analistat e huaj, kret njerëzit që njohin rrethanat e Evropës së Lindore, apo më shkurt po themi që merren vetëm me Maqedoni, e kanë thënë dhe përsërisin vazhdimisht. Faktori shqiptar, pa faktorin shqiptar nuk mund të ekzistojë shteti. Dhe është e lexueshme që faktori shqiptar është duke paguar një kosto shumë të lartë për të ekzistuar shteti, nuk janë duke gabuar. Janë duke paguar shumë më shumë se sa edhe ne themi këtu, por është interes nacional i shqiptarëve në përgjithësi, është interes edhe vetë Maqedonisë. Edhe Maqedonët, elita Maqedone është e vetëdijshme për këtë, por ajo në këtë përplasje kërkon të ripozicionohet dhe të sa më e fortë karshi faktorit shqiptar. Zoti Bexheti. Kjo është mendimi, kjo është problemi që do ta marrin për ne kemi një referendum për autonomi politiko-territoriale shqiptarët në Maqedoni. Shqiptarët Maqedoni duhet pajtohen me ty që përgjegjësinë më të madhe kanë, duhet të tregojnë çka po duan. Problemi i dytë. Unë u them miqve të mi intelektual maqedon. Ju nuk mundeni gjithë natën të lëvizni telefonat e kruzhoqet me Beogradin edhe Moskën, e ditën të aplaudoni NATO-s edhe Bashkimit Evropian. Kjo mund të zgjas një kohë, por nuk mund të zgjas. Fakti është që shqiptarët pa përjashtim në mënyrë referendumale janë për integrime në sferën euroatlantike. Problemi është çka bën shqiptarët në atë shtet, edhe në planin e jashtëm edhe të brendshëm, për të realizuar këtë përcaktim. Të tjerët na çmojnë atë sa bëjmë ne vetë. Unë e kuptoj çka thotë zoti Nuri Bexheti, e kuptoj, përpiqem ta kuptoj çka është ajo raison d'etat që Richelieu para 250 vjetësh e ka thënë. Unë e kuptoj këtë mëbet, edhe formën si e paraqit Nuriu, ky është këshilltari i ministrit të arsimit, edhe në rregull është që është pjesë e qeverisë Kosovës. Unë jam një gazetar dhe unë flas ashtu si mendoj, nuk them që ja çfarë. Ti sonë ke vetëm këshilltar. Po. Ti din çfarë kam qenë. Qartë, gjithë e di. Kështu që po sot. Ka është puna për me trimrim me tregu kush se sa radikal është. Po. Jemi racional. Ne jetojmë 10 vite mas konfliktit të një marrëveshje e cila edhe un kam shumë vërejtje, nuk është implementuar komplet. Ne jetojmë 14 vite mas luftës të Kosovës, lutem. Ju jeni historian. Ne jetojmë 20 vite gati
gati 20 vite, sa po bën mas një konfliktit të tmerrshëm Ju jeni historian, edhe dini që popullit do të marrëveshja jetojnë e në tolerancë Ohrit, njëri me tjetrin. si marrëveshje për ndërprerjen e konfliktit nuk kanë zgjidhje problemet. Po është zgjidhje për të heshtë armët, edhe armët kanë heshtë. Çka mas armëve? Paqja, bashkëpunimi mes popujve. Problemi është zgjidhur? Shqiptarët me Negocim vazhdimisht dhe vetëm pas negocim. status. Ai status do të zgjidhet. Nëse ai shtet do të ekzistojë, edhe në fundit do të them diçka, pse shqiptarët duhet me çdo kush me mbrojt Maqedoninë? Në qoftë se Maqedonia si bartës të përgjegjësisë aty edhe Maqedonia. A thonë ata? A nuk është shtëpia e tyre? Po edhe Maqedonia. Por Por nëse ata duan ta prishin çka? Më fal që anisë. Momentalisht Më fal. janë tiraxhi. Më fal, nuk janë qeraxhi. Shpjegim interesant. Shqiptarët në Maqedoni jetojnë në një hapësirë gjeografike bashkë me shqiptarët e Maqedonisë Qendrore, në mos më shumë se ka hapësirë gjeografike Republika e Kosovës. E qartë. Jo, më shumë hapësirë nuk ka. Gati kanë, bashkë me shqiptarët e Maqedonisë Qendrore, te Prilepi, Krusheva, për skaj manastirit, edhe për mbi Shkup, Kasudenicanit. Lutem, kjo hapësirë etnike e shqiptarëve. Aspekti demografik i banimit shqiptarëve megjithatë fatkeqësisht nuk i faktorizon në aspektin institucional shqiptarëve. Jo sot për nesër bëmë. Paramendoni keni dhëna shumë alarmante, cilat i shpalosi më ndihmo Xhelal nëse gaboj, avokati i popullit i cili është shqiptar dhe i cili thotë se publikisht, domethënë kishim edhe në gazetë, edhe 9 vite, domethënë edhe 8 vite ishin atë, pas përfundimit luftës 2001-shit, edhe 8 vite pas marrëveshjes Ohrit, dokument politik i cili përfundoi luftën dhe doli si rezultati i luftës UÇK-s, me garancë në nënshkrim për implementim zbatim praktik nga faktori ndërkombëtar, 147 institucione shtetërore janë me 0 shqiptar, pa shqiptar, se 0 shqiptar s'ka, pa shqiptar. Po, pse me tragjike këtë punë? Sepse Po ka maketë se ka, që më pajtojmë. Jo, ka dhe Afrikë mund të ketë edhe maketë. Për Maqedoni. Unë po flas për Maqedoni. Dakord jam. Kishte një dokument politik, i cili po të zbatohej, frima e tij ishte kështu, 25% të paktën përfaqësimi proporcional i shqiptarëve të arrihej pak a shumë gjitha institucionet. Edhe kishte një afat. Afati ishte 4 vite. Tani po gjikojmë ne, sot jemi pas 10 vitesh. Punë që bëhen këto, dhe du të kesh besim që bëhen këto. Po, ama kostoja shumë e lartë do Kosto dalë është e për lartë, shqiptar. është vërtet është e Ne lartë. themi si është sot, si do bëhet nesër do ta shohim. A ka vend në Evropë që pushteti lokal është totalisht i marginalizuar më shumë, a ka vend tjetër më shumë se në Maqedoni, që komuna, njeriu ku qeverisë bashkinë lokale në komunë s'ka asnjë kompetencë. As në Moldavi, asnjë buxhet. Tona me ti këtu, plotësisht e vërtet është kjo. Tu problem. Saktësisht kjo që thoni. Kriteret e Evropës dihet si janë çka duhet me pas pushteti lokal, si dihet buxheti i tij, si duhet ta shpërndan atë buxhet. Këtu është problemi. Ti s'po të lën as pushtet qendror, as pushtet lokal. Edhe atëherë thu unë jam faktor. Ti je një parti politike që merr disa rroga aty edhe kryma vetë. Për mendimin tim, kostoja e lartë që mund të definohet këtu nga ana juaj edhe si në nështrim i shqiptarëve, do shpërblehet, unë jam ose i sigurt. Nuk mund të ketë, lutem ta përfundoj, nuk mund të ketë aderim asnjë hap të Maqedonisë drejt BE-s nëse këtë problemet e decentralizimit, këtë problemet ndëretnike, këtë problemet e gjuhës, të gjithësorit, të politikave dhe institucioneve të sigurisë, të ushtrisë, nuk definohen në mënyrë ekstrem precize. Elita politike e Maqedone e din këtë. Prandaj nuk jep shumë zor drejt BE-s, po të siguroj për këtë. Por është interesi jonë më shumë. Jemi të vëdishëm se jemi duke vuajtur në shpinë këtë vuajtje, është interes parësor që shteti dhe interesi i shqiptarëve ruhet duke shmangur maksimum incidentet. Xhelal. Po. Nuk e kam fjalë. Unë desha të kthehem përsëri te incidenti i Gostivarit edhe. Nuk janë incident, janë dhunë shtetërore. Okej, dhuna shtetërore. Po e marrim si thotë. Pse nuk u menaxhu situata? Kurse ato Pse nuk u menaxhu situata mirë pas këtij incidenti? Fryma në të cilën funksionojnë institucionet në Maqedoni, sidomos ato të sigurisë,
Pra është një frymë etnocentrike. Njësoj funksionon tërë aparati shtetëror. Pra në këtë rast kemi kështu, e kemi pasqyrën. Një polic me uniform, në atë rast ka qenë me uniform, ka qenë jashtë orarit punës, misoj si polic, si pjestar i një aparati shtetëror. A ka qenë incident etnik, apo ka pas të bëj me diçka tjetër ky incident i Gostivarit? Mendonin ato informacione që u plasuan se kontrabanda, ato janë vetëm pjesë e propagandës gebelsiane të kësaj qeverie, pasi kjo qeveri është në Maqedoni është e njohur për kësi propaganda, pra ishte një spin i lëshuar nga ana e qeverisë nëpërmjet mediave, që të amnistojnë policin i cili kishte kryer krimin, dhe të mos paragjikos, nuk amnistot polici. Polici Polici ka vrarë di njerëz, polici të përballet me gjithësinë. Jo, e kam fjalë. Merr dënimin emëritor di njerëz që ka marrë lutë. Gjitha elementet Pati një deklaratë zëvendëse të qeverisë se nuk ka bëj. Po që tha se polici qëllojnë vetë mbrojtje. A nxiti kjo mandej? Pra, nëse tentohet që të paraqitet se polici ka pas përballë dy kontrabandistë që ka gjuajtur në vetë mbrojtje, atëherë mund të paragjikojmë edhe epilogun e procesit gjyqësor. Problemi është se pra është një lloj amnistie. Shiko, problemi është se kush e beson. Mirë po, reagimi i qytetarëve, dëshmitarëve të rastit dhe shoqatave jo qeveritare dhe më vonë partive politike, sidomos asaj në pushtet, bëri që të alarmohet edhe faktori ndërkombëtar. Pra, faktori ndërkombëtar natyrisht se ka një rol, mos ta them kyç në Maqedoni, akoma ka një rol të tillë. Mirë po e kam fjalën se institucionet Maqedoni frymojnë dhe perceptohen si institucione një nacionale. Shqiptarët vetëm janë të punësuar aty, kurse ato kontrollohen dhe zbatojnë një politik etnocentrike. Pra që ka të bëj vetëm me maqedonasit. Kjo për fat të keq ndodh edhe pas konfliktit të vitit 2001, pas një lufte në Maqedoni dhe pas një marrëveshje të Ohrit. Të ndodhte para Pati në këtë rast edhe një heshtje të zëvendësministit shqiptar në brendshëm për punën e Gostivarit. A do duhej ai të ishte më aktiv në këtë rast? Ta merrte një farë roli. Të ishte mota normale, ai do ishte atë ditë jap dorëheqje më një herë. Bashkë me ministrin. Ministrin jep nuk jep patjetër, po qoftë edhe gabim me pacient të dy, ai do ishte të jap dorëheqje. Po ju lutem mos ta abuzojmë me gjëra se edhe një të shprehim keqardhje për di familjar që kanë humbur jetën. Absolutisht. Po të lutem ti di se edhe polici shqiptar ka vrarë Maqedonin në Prelep apo kur ke para 2 vitesh. Po edhe shqiptari ka vrarë policin Burg, ju dini kanë hikur. Ka incidente të një pasmishme që kanë shkaktuar shqiptarët. Kanë vrarë persona të etnisë tjetër. Duhet japëm në konotacion tani politik të nesenave. Mos një lutem se nuk janë analiza reale këtë që themi. Unë po të them që ajo çka ndodh Gostivar don ekspertizë të mos e ngatro Gostivarin qani me rastin e autobusit. Rasti Gostivarit është incident. Te autobusi unë pajtohem se rasti Gostivarit është tjetër mund të ishte tendenca e kishte media. Rezultatet e asaj propagande që ne jemi prezent që ndodh, gjithë janë prezent që ndodh dhe nuk besoj se ka dikush që nuk e sheh. Ka një propagandë në Maqedoni. Pra përsëri e them, propagandë për promovimin e maqedonasve si një racë, kulturë, etnitet superior në Maqedoni. Pra, Maqedonia i atribuohet si shtet vetëm maqedonasve. Unë nuk e di si funksionojnë institucionet nga brenda, unë mund të shoh atë që ndodh jashtë. Lutem, kontraproduktive ka dalë kjo. Pse ka dalë kontraproduktive, Xhelal? Duke kërkuar rënjet sa ma thellë në antik, konflikti me Greqin ka dalë i humbur. Nuk fitohet betejë me botën antike, që ka monopol të asaj pune, për emrin Maqedoni dhe për trashëgimin kulturore. E dyta. Konflikti po në rrafshin kulturor dhe etnik, për mendimin tim do t'i shpërthen edhe me Bullgari, që është e gabuar, po, mos i sigurt jam këtë. Ata janë në krizë të identitetit, lutem. Dhe neve nuk na pengon, ne nuk e kemi krizën e identitetit. Është kontraproduktive politike e tyre që bëjnë. Po ne na pengon se realizojmë identitetin tonë. Jo, lutem, ne kemi identitetin tonë, ne kemi gjuhën tonë. Ne kemi gjuhën tonë, nuk e kemi ta problemi.
kemi një flamur të përbashkët, gjithë shqiptarë kudo që jemi, kemi një gjuhë unike, pavarësisht se sa respektojmë ose e shkruajmë me rregullat të shkrimit. Unë them identitetin politik në Maqedoni. E kemi edhe ata. E kemi dhe kemi sjellë ekuacionin me dy të panjohura. Për mendimin tim, e kemi sjellë ekuacionin me dy të panjohura dhe të mjafton pak tolerancë dhe mirë kuptim brenda faktorit politik shqiptar, edhe secila parti politike maqedone e ka të pa evitueshme, për i përsëris të pa evitueshme, të merë vendime apo të bëj koalicion, të drejtoj shtetin pa nda përgjegjësi politike në parlament dhe në ekzekutiv me shqiptarët. Më thonë nëse nuk ndodh kjo. Jam mos i sigurt që ora e këtij momentit ka vjen dhe do vijë. Pse ka një përshtypje në zoti Hajdari që shqiptarët Maqedoni, klasa politike më shumë e urrej njëri tjetrin se sa maqedonës? Pjesërisht e vërtet, pjesërisht e vërtet në vetëm një kontekst kësaj pyetje të cilet ju e parashtruat. Sepse kur vinë ata në pushtet nuk pyesin. Për biznese merren vesh shumë lehtë. Për biznese, për ndarjen e tenderave merren vesh shumë lehtë. Pa marrë parasysh, ku e përmendi, ai djallt e majt e qendrës, ultra e djallt e majt. pa marrë parasysh nëse janë shqiptarë dhe maqedonës. Për intereset veta, grupore dhe klanore merren vesh shumë lehtë. Zoti Mehmeti? Jo, nuk merren vesh. Thatë që nuk është e vërtet? Kujt ju nda prona shoqërore e Maqedonisë? Me Maqedonës. sa pjesë Privatizimi, morën shqiptarë? 1%. Në qoftë se ty të kanë lënë një pompë benzinë ose një kafene, Po këtë po e them edhe me fjalë tjera, 1% nga Maqedon, prej pronës shqiptarëve krijohen klasë kapitaliste. Shqiptarët meten proletarë. Ky është konflikti ekonomik. Kjo është pjesërisht është e vërtetë. Po, Se Xhelal, përket privatizimit të pronës shoqërore. Cila është perspektiva? Këto lloj incidentesh a ka gjas qetësohen apo të shtohen ta? Mendimi im është se këto incidente do mbahen, do ndodhin deri në maj, deri në 20 maj, derisa kur është parapare dhe mbajtja e summitit të NATO-s në Chicago të SBA-s. Pra unë besoj se atë që e tha edhe zoti Bexheti se qëllimi është që të futet Maqedonia në NATO, jo nëpërmjet dyrëve të mëdha të saj, por nëpërmjet ndonjë të kontrabandohet në NATO, pa e zgjidhur çështjen e emrit, duke shmangur në këtë mënyrë edhe vetën greke, me arsyetimin se nëse vazhdon vetoja greke ndaj integrimit në NATO, si ombrellë e sigurisë botërore, në Maqedoni do ndodh konflikti. Konflikti në Maqedoni normalisht se gjithsesi se ka edhe një domino efekt në rajon, në viset, në pikat e nxehta të rajonit, dhe duke shfrytzuar këtë alibi, kjo qeveri, jam i mendimit se mendon të kontrabandoj vendin në NATO pa mos zgjidhur çështjen e emrit. Po unë mendoj se kjo strategji është një budallaki e cila nuk ka ndodhur dhe askush nuk mund ta marrë me mend se është duke ndodhur në Maqedoni. Tash zoti se të jetë e pavërtet kjo dhe incidentet të përfundojnë këtu. Po duke marrë parasysh burimin e këtyre incidenteve, pra burimin e fryerjes së zjarrit në Maqedoni, atëherë del e sakt kjo hipotezë se në Maqedoni ky skenar pra është duke u realizuar. Dhe tash po zbatohet edhe në sport, zoti Hajdari, nëse s'gaboj. Ka mos pajtime të mëdha sa i përket edhe ndeshjeve të futbollit, luan apo mos luan Tetov, a bën Shkëndija apo Renova takuan me klube maqedonase. Po vim te ajo që thash pak më parë se këto nga distanca po sponsorizon. Para mendoni keni një kompani EVN për elektrodistribujim që është. Kishim një shkrim kam dar diku te mos më kapni tani për fjalë sakt, kishim aty 1 milion euro për këto që, më fal, që kërkojnë dhoma gazi për shqiptarët, për maqedonasit, për handball, basketball, çfarë ishin këto. Ndërkohë që sponsorime të tilla, ajo është kompani pjesërisht edhe me aksione të shtetit. Sponsorime të tilla për kulturën, për sportin shqiptar nuk ka. Domethënë, thjesht ajo po sponsorizohet, dikush nga mrapa po qëndron, po dirigjon ato nga
me direktiva dikujt po ndodhen. Deshëm ne apo s'deshëm të paraqitemi tani paqësor apo radikal. Unë po flas për shifra të cilat shpalosim nëpërmes medias cilën unë e drejtoj. Kjo zotëri Mehmeti, mendoj se është e patët një qasje kritike ndaj nga Prishtinës edhe Tiranës. Po nëse nuk gaboj, ishte zoti Adem Demaçi parë mbrëmje të bim për 30 vjetorin e demonstratave të studentëve në Prishtinë që tha kush i nguc shqiptarët e Maqedonisë ka nguc shqiptarët e krejt, po më gjithë shqiptarët. Shiko, e parë unë nuk mendoj si ata asinuriu le të më falin që Maqedonia donë të hynë në NATO. Maqedonia, kjo qeveri, jo Maqedonia, kjo qeveri e Maqedonisë nuk donë të hynë në NATO, asë në qeshor, asë korrik, asë shtator, donë të fitojnë në kohë me këto konflikte që të hynë bashkë në një kohë me Beogradin në NATO. Aty, kjo qeveri e ka lidhë fatin me zhvillimit në Serbi. Integrimet e shteteve njëra me tjetrën nuk lidhen nëse s'gaboj Brukseli nuk i shek kështu. Brukseli mundet me i pa, po unë them qëndrimi i tyre edhe pse po e bojnë këti. E dyta, unë shof ashpërsim të konfliktit në Maqedoni. E dashtëm ne, nuk e dashtëm, konfliktit do të ashpërsohet. E treta, në qoftë se faktori ndërkombëtar, në radhë të parë faktori amerikan, dëshiron të mbrojë Maqedoninë, Maqedonia do të vendet në një protektorat të lehtë ndërkombëtar. U dëshmu 20 vjet asnjë qeveri nuk din çka duhet me bëu me atë vend. Ky është mendimi. Këtu puna protektorateve sikur nuk parapëlqehet fort në Bosnë as në një vend. Po janë të domosdoshme. Kostot larta që njëta, kanë qindra miliarda. Edhe Kosova kishte kostot lartë, po është dashme kalu në për atë fazë. Ne mund t'i shohim anët e mira edhe të këqija të protektoratit që ishte, po unë kështu e shikoj. Tashti te faktori shqiptar, mos u lidh te deklaratat të individëve. Kosova dhe Shqipëria, burrat në Shqipëri e Kosovë nuk kanë vdekur, as jemi gjallë, as Maqedoni nuk kanë vdekur, janë do konstelacione të forcave, dikush i matë kështu, dikush ashtu. Unë nuk dyshoj në përcaktimin e njerëzve, po them si po zhvillon punën. Në vend që Kosova ashtu dhe kështu, unë e kuptoj përmendi shkaqet Nuriu jashtëzakonisht mirë, po se kuptoj Shqipërinë që gjithkohën merret me vetveten. Edhe smerret me kërkën tjetër. Unë mendoj prapë them, unë mendoj se faji qëndron te shqiptarët e Maqedonisë. Jo vetëm te politikanët, por edhe te ne si qytetarë, si zgjedhës. Në çfarë kuptimi? Në kuptimin se meritojmë atë që kemi. Pra çdo qeveri, çdo elitë politike është pasqyra e çdo qytetarit që kur e nxjerr përpara. Pra nuk kanë ardhur nga Marsi to që i kritikojmë ne i kemi krijuar, pra ne i kemi ngritur, i kemi katapultuar dhe tash i kritikojmë tërë ditën. Pra në këtë kuptim e kam fjalën se faji qeverisht është edhe te ne qytetarët dhe zgjedhësit. Problemi i reagimit të Kosovës dhe Shqipërisë mendoj se duhet të shifet në kontekstin e parimeve të funksionimit dhe të mos përzierjes së shteteve në punte e njëri tjetrit. Pra ajo që është rrugë parime ndërkombëtare të marrëdhënieve ndërshtetërore. Mirë po, në këtë rast faji ose reagimi i vonshëm i Shqipërisë nuk mund të tolerohet, edhe pse Shqipëria është e ballafaquar me problemet brendshme, nuk mund të tolerohet, sepse Kosova është një shtet i ri dhe i cili me shumë mund të mundohet të... Shqipëria kur lutem, Xhelal. Nuk ka më reagu Shqipënia kur shqiptarët janë pjesë e ekzekutivit, kanë ministra, zavenç ministra, deputet, kryetar komunash, përfaqësuar këtë nivelet e shtetit janë? E potencova atë se ne... Çka ka më reaguar për atje kur ti e brenda... Mirë po, Shqipëria si shtet është shtet antar i NATO-s. Unë nuk them se Shqipëria duhet ose Kosova duhet nxisin luftë. Shqipëria si shtet antar i NATO-s duhet të jetë interesuar për stabilitetin, duhet të reflektojë stabilitet në rajon. Po Shqipëria është interesuar kush, më nuk di ka një shtet që është të bëjë politikë ma kooperative se në rajon se sa Republika e Shqipërisë, nuk di. Reflektimi i stabilitetit është edhe tërheqja e veshëve për qeverinë në Maqedoni se mund të ndodhë në një konflikt shumë më i madh. Më leo pak edhe një mendim të skena politike e brendshme që gjykoj që jemi të fundit, domethënë po, fjala për ju. Faleminderit shumë. Ta tre fjali për skenën e brendshme politike ndërshqiptare, po them.
Ne kemi një parti e cila po fiton vazhdimisht dhe nuk di çka është humbje. Kjo është Bashkimi Demokratik për Integrim. Rrallë ka parti që pas luftës vetëm fiton dhe nuk di të humbe. Kemi një parti opozitare që është e përfaqësuar në parlament, është Partia Demokratike Shqiptare e Menduthaçit. Dhe një parti e vogël e cila pushtetin lokale ka në një qytet dhe që bëri parti politike. Tamam kur duk se bloku opozitar shqiptar po bashkohet, po kryen një blok që dështoje presionin ndaj partnerit shqiptar të koalicionit, që mund të ta rrezikonte, që mund këtë gati ta nxirrte edhe ka qeveria, kur opinioni e pret këtë bashkëpunim, çfarë ndodh? Ndodhen sharje të mërshme, akuza ndër shqiptare, e cila i zhgënjen tej mase elektoratin shqiptar. Aq sa meritojnë edhe aq Edhe është një pyetje e pashmangshme, cilën sigurisht që mos secili shqiptar i Kosovës, edhe i Shqipërisë po supozoj. Pse s'po bën bashkë? Pse shqiptarët nuk bëhen bashkë, krejt për shembull? Shqiptarët edhe me një parti opozitare në Maqedoni, edhe me Hekët, Gruevskin, edhe Nis qarrim vetëm. Ta marrim një model Tiroli Jugor. Tiroli Jugor. Gojrilet e Tirolit Jugor kanë jetuar në ekzil ose të burgosur në burgjet e Italisë ose në ekzil në Gjermani dhe në Austri me dekada. Por ata një parti vetëm kanë pas. Unike, që i kanë bërë karshi Italisë 70 milionëshe. Dhe sot, me unitetin që i kanë pas të brendshëm, kanë arritur ta kenë standardin më të lartë në krejt Itali, më të lartë, falë unitetit brendshëm që i kanë drejt konsensusi. Këtë do ta kenë shqiptarët e Maqedonisë. Jo, unë nuk mendoj si zoti Bexheti se shpesh ndodhen në pse nuk bashkohen. Ne jemi në sistem demokratik. Të bashkohen një subjekt, po të gjejë konsensus për bashkët. Një parti se sistemi demokratik njeh më shumë parti, po jam për ata që qëllime të popullit vet, gjitha ato partitë nuk bëhen bashkë edhe një platformë të koalicionimit në momente më dramatike, të koalicionimit kur numrat nuk përbëjnë, do të thotë atë shumicë të qëndrueshme, ose si parti, ose si blok politik shqiptar, ose flas për Maqedoni si blok politik, si qeveri. Pra, nëse nuk përbëjnë atë shumicën e mjaftueshme, nuk kanë fituar në zgjedhje, në vend të përçarjeve të mëdha si koalicion, jo si një parti, si koalicion të marrin pjesë në qeveri ose të refuzojnë ose të kushtojnë pjesëmarrjen në qeveri, siç po ndodh me serbët këtu që kushtojnë mundet edhe pa të drejtë. Problemi këtu është, problemi këtu është i politikës shqiptare në Maqedoni. Pra, kishim fillim një garë, tash u hap rruga, partitë opozitare i thanë se ne do të qëndrojmë në opozit, partia e Ali Ahmetit është në qeveri dhe implemento platformën që ke pas në zgjedhje. Platforma e BDI-s ishte integrimi i Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO, zyrtarizimi i gjuhës shqipe, ligj për dëmshpërblimin e invalidëve të luftës, UÇK-s dhe familjarëve të dëshmorëve të luftës, dhe disa premtime tjera në aspektin ekonomik, siç ishte ndarja e drejtë e buxhetit, investimeve kapitale, e gjithë asaj që ka të bëjë me politikë ekonomike dhe sociale. Mirë, unë mbas asaj që mund tash të përmbledh, mund të them se as 3% e kësaj që është premtuar në fushat parazgjedhore, apo të asaj që është në platformën e Bashkimit Demokratik nuk është realizuar, ndërkohë që në anën tjetër partneri i BDI-s, pra VMRO DPMNE-ja, për çdo ditë na befason thojza me ndonjë monument 2 milionësh, 3 milionësh, 9 milion euro. Pra, është bërë Shkupi, nëse shkoni tash, është bërë si kop zoologjik ose si Disneyland me nevojë. Pse sipas jush, ne kemi nevojë për ujë të pishëm, ku nuk realizohet kurrë nga projekti i tij elektoral. Edhe një herë nëse mundeni pyet. Pse zoti Ahmeti rrin në këtë qeveri, në cilën nuk mundet me zbatu premtimet e tij elektorale? Mendoj se pyetja. Çka është ajo që e shtyn ata me ne çdo kusht? Pyetja e cila duhet t'i drejtoj Ali Ahmetit mu drejtua mu, vetë që unë atë... Batoni, sigurisht. Pa potencën, unë jam dakord me ata që tha. Jo, ne, domethënë, po bëjmë debatin dhe po analizojmë gjëra. A din pse rrin Ali Ahmeti në qeveri? Edhe me Menduthaçi, se s'din çka bojnë kur dalin prej qeverisë. S'din çka bojnë.
Mirë. Prandaj rrim qeveri. Po, Megjithatë do të jemi optimist. Unë jam optimist se do t'ja dalim. Do të besoni. Aspektin etnik janë prezent, geografik janë prezent. Shiko, nuk është Kushi janë me vëllezërit e tyre të njëjtës etni, rrugët janë, komunikimi kus ka qenë më i madh ndër shqiptar. Jemi duke paguar një kosto të lartë, po jemi optimistë. Atëherë po, domethënë profesori i Bexheti, vetëm ta them këtë. Nuk ka unë desha me përfunduar me këtë optimizmin e zotit Bexheti. Problemi i Bexheti. optimizmit është problemi se shqiptarët e Maqedonisë vetë janë brenda. Asnjëherë nuk kanë pas mundësi më të mëdha për të realizuar identitetin edhe qëllimet e tyre, edhe asnjëherë këto mundësi nuk e kanë shfrytzuar më pak se sot. Ora Shqipërisë po vjen këtë 100 vjetor, ta dish. Le të jetë ashtu pra siç po thot zoti Bexheti, shikues nderuar, ishte ky emisioni Fjalë Kryq, në të cilin, do të thënë me miqtë e mi, me të ftuarit e mi, e diskutuam situatën e fundit në Maqedoni. Shihemi herën tjetër. Natën e mirë.